Opinionistja e njohur e programit Big Brother VIP Kosova, Leonora Jakupi, ka shkaktuar reagime të shumta në publik pas një përplasjeje të fortë verbale me Dolcen gjatë diskutimeve të fundit në studio. Situata u tensionua veçanërisht pas zhvillimeve brenda shtëpisë, që lidhe me afrimitetin mes Limit dhe Dolces, si dhe gjendjen e rënduar emocionale të Albës, e cila po e përjetonte këtë situatë para syve të saj. Gjatë debatit, Jakupi u shpreh hapur se sipas saj Dolce kishte treguar mungesë empatie dhe ndjeshmërie ndaj Albës, duke mos marrë parasysh faktin se ajo po përballej me një situatë të vështirë emocionale. Pasi ish-partneri i saj kishte krijuar një lidhje të re brenda shtëpisë, pas një distancë apo kujdes. Opinionistja theksoi se në raste të tilla pritet më shumë maturi, respekt dhe mirëkuptim, sidomos kur emocionet janë të përfshira dhe gjithçka ndodh nën presionin e kamerave. Kulmi i përplasjes erdhi kur Leonora Jakupi ju drejtua drejt për drejt Dolces me një deklaratë ironike dhe mjaft të ashpër. Ti zë meshkujt në shtëpi më shpesh se sa më zë mua gjumi. Ky koment shkaktoi reagime të menjëhershme si në studio ashtu edhe në rrjetet sociale, ku ndjekësit u ndan mes atyre që e konsideruan deklaratën si të drejtpërdrejtë dhe pa filtra, dhe të tjerëve që e pan si të tepruar dhe fyese. Pas këtij momenti të bujshëm, nuk ka munguar as reagimi nga ana e Dolces. Ajo ka publikuar një postim në llogarinë e saj zyrtare në Instagram, ku pa përmendur drejtpërdrejt emra, duket se i është përgjigjur situatës me një mesazh nënkuptues, duke lënë të kuptohet se ndihet e gjykuar dhe e keqkuptua. Postimi i saj ka nxitur edhe më shumë diskutime, duke rikthyer vëmendjen te roli i opinionistëve dhe mënyra se si ata ndërhyjnë në dinamikat e lojës. E gjithë kjo situatë ka hapur një debat të gjerë në publik mbi kufitë e kritikës, empatin brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, dhe ndikimin që fjalët e opinionistëve kanë të banorët dhe perceptimi i tyre nga jashtë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.